Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, I madhruari Allah në Kur'an në tij famlar në drejtohet dhe thot: O ju të cilët keni besuar, nëse ju vjen ndonjë fasik, dhe do të ndalemi këtë termi fasik, nëse ju vjen ndonjë fasik me ndonjë lajm të caktuar, me ndonjë informacion të caktuar, ju hetojeni, vërtetojeni në mënyrë që të mos I bëni padrejtësi tjetrit vllajt tuaj dhe të bëheni pishman për diçka të tillë. Ka ndodhur që në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur se e transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, një person I quajtur Harith al-Khuzai shkon tek pejgamberi alayhi salatu wassalam duke mësuar fen, duke mësuar Islamin, duke e pranuar atë, dhe ndër të tjera I dërguar I Zotit I bën me dije dhe e mëson se ka dhe detyrime materiale, urdhër prej Zotit siç është zakati, që merret nga të pasurit dhe u kthehet të varfërve, pra 2.5% I pasurisë së të pasurve, me rregullat të cilat I ka vendosur Allahu xhelle xhelalu. Atëherë thotë I dërguar I Zotit, pra thot Harith, do të lejmë një takim për në vitin e ardhshëm, le të jetë kjo kohë ku unë do t'i kem mbledhur dhe t'u buar nga fisi Khuzaa dhe ti dërgon një korrier nga ana jote. Kur afroi dita e këtij takimi, pejgamberi alayhi salatu wassalam dërgon një person të quajtur Walid ibn Uqba për ta kryer këtë detyrë. Walidi, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, duke qenë se me këtë fisk kishin pasur konfrontime të dikurshme, të cilat I sheshohej Islami, normalisht hakmarrje të cilat ishin para Islamit, pabesi, paknajsi të cilat ishin para Islamit, të gjitha këto I sheshohej. Kur afrohet në zonën e tyre, vren se ata kishin dalur për ta pritur, mirë po Walidi nga frika I shkon mendja se mos vallë kanë dalë për të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër kundër atij. Kështu që kthehet tek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe I thotë që I dërguar I Zotit, jo vetëm që nuk ma dhan, domethënë taksën e zakatit, por dhe kishin përgatitur deri dhe vrasjen time. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ngren një komision ose një çet për të shkuar në drejtim tyre për ta vërtetuar këtë gjë, por në të njëjtën kohë për të marrë dhe masa. Harith, I cili e vuri re se u vonua shumë, korrieri I pejgamberit alayhi salam, merr përfaqësi nga fisi I tij dhe niset në drejtim të pejgamberit alayhi salam. Rrugës takohen pra të dyja palët dhe Harith që I thotë që për ku vallë, pra sepse ishte një çet luftarake. Thonë, në drejtim tëndin, pasi ke refuzuar të japësh atë që I takon Allahut dhe të dërguarit tij. Kur qëndron përpara pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe tregon në realitetin, domethënë që ne dolëm në pritje të tij, por nuk pa askën, dhe u vërtetua, zbriti Allahu xhelle xhelalu pikërisht këtë ajete: O ju të cilët keni besuar, kur dikush fasik në fen tonë islame është personi I prishur në fe. Në terminologjinë e fesë është ai I cili I ka shkelur kriteret e fesë, dhe kriteret e fesë mund shkelen në forma të ndryshme. Por më kryesorja e gjithave është pikërisht kjo besnikëria, amaneti, e folura, lëshimi I gjuhës sipas dëshirës. Do të thonë njerëzit mendojnë se kanë autoritetin të flasin ndaj kujtdo sipas preferencës tyre, si të duan ata, madje herë dhe shpesh herë duke menduar se janë dhe të shpërblyer tek Allahu. Por këto janë orientimet shejtanit mallkuar. Është shejtani ai I cili u zbukuron të tilla veprime, ndërsa Allahu thot kundërtën: O ju të cilët keni zgjedhur që Zoti, I cili është I pa fillim, I pa mbarim, I pa krahasuar me askënd prej krijesave të Tij, me emrat dhe cilësitë e Tij, ju që keni zgjedhur të jeni në urdhrat e Allahut në bindje të Zotit, që keni zgjedhur që pejgamberi alayhi salatu wassalam të jetë shembulli dhe modeli juaj, asesi mos pranoni
fjalë të cilat janë të pahetuar, të pa kontrolluara as pak, fjalë të cilat janë të pavërtetuara, në mënyrë që të mos i bësh padrejtësi dikujt dhe vjen dita dhe bëhesh pishman. Të mos i bësh padrejtësi dikujt dhe të mjaftohesh pastaj me termin që është për hap kjo ma bën halal. Si bëhen halal të tilla gjëra? Kur dikujt ja thyn zemrën, kur dikujt i ke shkaktuar plagë në zemrën e tij, mendon se nëpërmjet një fjale gjithçka sheshohet. Në kohën e Hasan al-Basrit rahimahullah, një dietar i madh i fesë tonë islame, merr vesh Hasan al-Basri se një person e përgojonte dhe fliste për të. Normalisht nuk është kush që të kesh preferencë për dikë, cili do qoftë ai. Por kjo nuk të jep të drejtën të flasësh për askënd, se nuk ke preferencë për të. Dhe Hasan al-Basri rahimahullah, pasi dëgjon që ky person e përgojon në mënyrë të vazhdueshme, i dërgon një dhuratë tek shtëpia, një pjatë me hurma të freskëta, hurma të Arabisë, rutab. Personi në fjalë habitet, ndaj dhe shkon tek hoxha, duke e pyetur për arsyeën e kësaj dhurate. Thot sepse më duhet të mbaj mirë. Ti je një person i cili punon për ahiretin tim, ndërkohë që unë flen shtëpinë time. Domethënë, më përgojon, më jep të mirat e tua dhe më merr prej ligave të mia, prej këqijave të mia, prej gjunaheve të mia. A vallë mos të mbaj mirë sërish? Po të kisha më të mira nga kjo dhurata, akoma dhe më të mira nga kjo, vallai do t'i kisha dhënë. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wassalam, pra çfarë na mëson nëpërmjet kësaj sjellje dhe Zoti i gjithësisë nëpërmjet këtij ajeti kuranor, na tregon se për asnjë arsye njeriu nuk duhet të tundohet. Ne jetojmë në kohë ku fjala merr dhënë shpejt. Por që të marrë dhënë shpejt një fjalë, nuk duhet të jetë dhe të tregohet naiv besimtari në lidhje me vërtetimin apo marrjen shablon të fjalëve të cilat qarkullojnë lart e poshtë. Ndaj dhe Zoti pra po na tregon, nëse dikush i tillë, në rastin konkret, fasik Zoti xhel xhelalu, sikur se kanë thënë komentatorët e Kuranit, e ka termin në përgjithësi dhe jo për Walidin në veçanti, sepse Walidi ishte njeri i drejtë, njeri i denj, por që në një çast u friksua, pra ishte frika ajo që e bëri një diçka të tillë, që bëri hatan, ose do të bënte hatan nëse i dërguar i Zotit nuk do të sillej ashtu siç i takon një të dërguari dhe një besimtari të sillet, por duke qenë se u soll me rregullin e mos marrjes shablon të fjalëve, por me vërtetimin e tyre, nga ky çast u sheshuan shumë probleme. Të nderuarit e mi, feja jonë është fe e çelësisë, është fe e sinqeritetit, është fe që merret me anën e jashtme dhe të brendshme në lejm Zotit xhel xhelalu. Nuk kemi kompetenca të merremi me anën e shpirtit dhe çfarë fshet tjetrin zemrën dhe thellësinë e shpirtit të tij. Këto janë kompetenca Allahu xhel xhelalu një i vetëm dhe i pashoj, ndaj dhe nuk duhet të i kalojmë kompetencat tona apo të kërkojmë të kalojmë në kompetencat e krijuesit të gjithësisë. Lutemi ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, përmirësoje gjendjen tonë, moralin tonë, sjelljen tonë, përmirësoje besimin tonë dhe marrëdhënien tonë ndërnjerëzore. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdal kamilin wa afdalus salati wa tammu taslima ala sayyidina wa sayyidil khalq Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah as-Sadiq al-Wa'd al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurr al-mayamin وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, teksa qëndronte me një grup të shokëve të tij,
pyet për një person I cili nuk ishte I pranishëm, duke qenë se ishin në shtëpinë e dikujt ku mendohej dhe predispozohej që dhe ai të ishte prezent, pyet pejgamberi alayhi salatu wasalam se pse mungon filani. Dikush e lëshon gjuhën ndaj këtij personi, domethënë me aludimet e tija personale, ndoshta shpesh herë njerëzit kanë dhe mledh personal ndaj dikujt, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në moment, në çast e ushtroi pozitën e tij prej profeti, duke ndaluar akuzën e tjetrit dhe duke ftuar në të menduarit mirë për tjetrin. Pra, kur shohim një gabim tek tjetri, dije se njeriu për njeriu domethënë është një pasyrë. Tek tjetri, gabimet që shef tek tjetri, dije se nuk është gjë tjetër vetëm se një pasqyrim. Nëse nuk janë gabime në të cilat ti ndodhesh, janë gabime që mund të bie shumë kollaj në to. Dhe gjëja më e mirë që mund të bëje, krahas lutjes Allahu xhelle xhelalu, nëse ti e konsideron se dikush domethënë ka një devijim të caktuar, të lutesh për të, pse jo do ta ballafaqosh me mirësjellje nëse je I nivelit ti. Në të kundërt, gjithë secili bën mirë të njoh pozitën në të cilën e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala dhe të ndalet tek ajo pozitë. I dërguar I Zotit I vendosi rregullin këtij personi duke e ftuar që të mendojë mirë për tjetrin. Ishte pikërisht ky mendim I mirë që ushqente I dërguar I Zotit tek tjerët, që bënte që Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu të thonte në një fjalë të tij: nëse do e shihja një person me mjekër të gjatë dhe me mjekër të madhe, nga mjekra e cilit kullon verë, rujna Allah, nuk do të thoja se ai është I sprovuar ose ka qenë duke pirë verë dhe alkool, por do thoja se dikush ja ka hedhë surratit, pra do mendoja fillimisht anën pozitive, dhe nëse do e shihja një tjetër I cili I hipur mbi një mal, mbi një maj mali, mbi një shkëm të lartë, duke thënë ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj, nuk do thoja se ka për qëllim këtë fjalë, por do thoja se po lexon ajetin kuranor ku Zoti na përshkruan çastin e faraonit I cili krijesa pra mori autoritetin ose kërkoi të marrë autoritetin dhe të thojë të pretendoi se ai është krijuesi I gjithësisë. Kështu I dërguar I Zotit e mësoi brezin e tij, kështu e mëson brezin e muslimanëve, me këtë disiplinë duhet të disiplinohemi dhe vetëm kështu mund të jetojmë të qetë, mund të jetojmë të sigurt, mund të jetojmë në harmoni me njëri tjetrin, në të kundërt vetëm se prodhojmë problematike, hatërmbetje, urrëtie, hapim dyert të shejtanit të cilat ndoshta nuk mbyllen kurrë. Të lutemi ty madhnueshmi Allah na falë na mëshiro, na oriento dhe na udhëzo Zot për nga e mira, për nga e drejta, për nga e mbara. Na bëj për atyre të cilët e vënë jetën e tyre në shërbim të fesë tënde. Na bëj për atyre të cilët janë çelës për në rrugë të hajrit dhe dry për në rrugën e keqe. Të lutemi ty madhnueshmi Allah të na afrosh me njëri tjetrin, të na I afrosh zemrat tona ashtu sikur se afrojmë trupat tanë për namaz. Të lutemi ty madhnueshmi Allah të na I falësh gjunahet tona, lëshimet tona, gabimet tona, për çdo të sëmur, o Allah pajise me shëndet e me shërim, për çdo të stresuar, të brengosur, të munduar nga hallet e jetës, o Zot ndihmoje në largimin e streseve, të brengave, të hallave dhe të problemeve të Ti. Të lutemi ty madhnueshmi Allah për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje Zot në shlyerjen e borxheve të Ti. Na furnizo Zot për hallallit dhe bëj ato të dashur për zemrat tona. Na largo Zot për haramit ai sa ke larguar lindje nga perëndimi dhe bëj ato të urryer për zemrat tona. Të lutemi ty madhnueshmi Allah për vëllezërit dhe motrat tona nga Zot I pranë tyre. Ndihmoju kundra armikut tënd dhe armikut të tyre. Qetësoje o Zot ato treva dhe bëj të sundoj stabiliteti atje dhe kudo ku përmendet emri yt. Të lutemi ty madhnueshmi Allah sikur se na mundsove të mblidhemi në këtë ditë begat, në këtë vend begat, me madhëruar madhërinë tënde, na mundsoj madhnueshmi Allah që të gjithë bashku bashkë me familjet tona, bashkë me fëmijët e dashamirët tanë të mblidhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى